Seb Ponari, shqiptari me banim në Angli, ka përfunduar udhëtimin e tij me vrap në këmbë nga Cambridge në AD prej 2750 kilometrash në 40 ditë. Sot në një ceremoni mikpritje të organizuar në pikën duvenore të Hanit të Hotit, protagonisti shpërtheu në lot kur shkelën tokën shqiptare. Ai tregoi se vrapimin e nisi rastësisht, ndërsa tashmë është hyrë në një pasion, i cili u finalizua në këtë udhëtim të çmendur ku përshkoi 9 shtete, por të mbërritur në Shqipëri, teksa nesër mbërrin nga Hani i Hotit në Tropoj. Ai u nis për të përshkruar me vrap një distancë prej 2750 kilometrash nga Cambridge drejt Tropojës brenda vetëm 40 ditësh. Sfida e tij ka nisur më 10 maj dhe përfundoi sot. Kjo iniciativë unike e shqiptarit nuk ka si qëllim vetëm te kalimin e kufive të durimit njerëzor, por edhe një thirrje për ndërgjegjësim dhe mbështetje për shëndetin mendor, një temë ende stigmatizuar në shumë shoqëri, përfshirë edhe ato shqiptare. Rrugtimi i Sebit kaloi përmes disa vendeve europiane dhe çdo ditë ai përshkoi mesatarisht mbi 65 kilometra, duke vrapuar për një qëllim që e motivon. Çdo mëngjes, të gjitha fondet e mbledhura gjatë kësaj sfide do të shkojnë për një organizat lokale që ofron shërbime dhe mbështetje për personat me probleme të shëndetit mendor. Deklarata e tij për mediat: "Karriera e vrapimit ka filluar para 2 vitesh e gjysmë. E fillova një mëngjes, u bëra me nerva me trajnerin, gjithmonë e kam pasur merak barkun, rrafsh si 15 vjeç. Vrapova te një punë që e kisha 60 kilometra larg. U mundova me vrapu se pas 50 kilometrave u dorëzova, ty më kapi inati, por edhe vrapimin e pëlqej se të bën më reflektuve nga ty më bë si pasion. Pas 6 muajsh i bëra një pyetje vete se si të shkoj në Tropoj me vrap. Por ngeli si ide, edhe këtë vit më kujtua prap, thash, shumë kam folur, por s'kam bërë asgjë. Mbi të gjitha, thash, me që babi bën këtë vit 10 dhjetorin që ka ndërruar jetë dhe do dedikoj atij, do të shkoj nga shtëpia ime te e babait, sepse kam vojtur vetë dhe e vuaj, por nuk e lë me bllokuar si më përpara. Vrapi ka qenë faktor kryesor për mua për të përmirësuar cilëtetin e jetës time. Hera e fundit që kam qenë me mendime të tepërta ishte sot. Është e pabesueshme të vraposh 2600 kilometra dhe të ndihesh pa vlerë. Unë këtë e kam ndarë në 2 faza, një projekt Tropoja dhe të ndaloj te babai ndjerë. Më pas të nesërmen do të përfundoj në Ksamil, ku do të bëj disa ditë plazh, ka thënë ndër të tjera ai.